I ke lanë lirë, shumë, hajde. I ka, dëgjo, po si le të lirë fëmit, bëhen pasaja atë që po bëjnë ca tani që i tremben politikës. Kurse unë kanë thënë, ecni për para e mos bëni mbrapa. Të keqen unë ti, more. Të ta tashe unë i bërtas Leos si fort, nuk është mirë? Po, do t'i bërtasësh, po jo, dëgjo, jo gjithmonë se e bën luftë psikologjike. Të dyja bashkë në një kohë, do japësh forcën, pastaj hajtë keqen babi, hajtë keqen, hajtë këtu. Jo, kjo është gabim, besoj. Jo, nuk e ke gabim. Besoj është gabim, kjo. Jo vetëm dhunë. Shumë njerëz të më qikoni, shumë njerëz të më qikoni që për qa po flasë tash, por me të ta tashën du ta kapë, se me mu, bo mua bët serios dhe respektojnë maksimum e di kjo që respektoj, dhe të ta tashën një kemi, dile kërkoj një dytën se gjeni tot. Kështu që, të ta tashë malojnë e gjdo lloj personi, të live-eve, dikush është prishgojnë edhe kjo ja malojnë, kur është për të respektu, të ta tashë të respektohet fol fix. Oj rafshi, trujtë zoti, Ante, thank you so much, quna goca, shumë faleminderit. Unë besoj, për fëmijët e sotit, unë besoj që nuk duhet mi lanë kështu su kur thu ti, sepse s'kan frikë. Ma dëgjove përgjigjen? Jo, ma dëgjove përgjigjen? Valkat. Dëgjove përgjigjen? Nuk ma dëgjove përgjigjen. Të thash, më tha bët pjetjen, që unë i bërtas djalit, po, në kohën që ti i bërtet, pastaj ja ullë dhe i thua, të keqen babi e bëri këtë, që ti të jesh në këtë pozicion. Do jenë të dyja në një kohë të dyja, edhe ajo i zërin që ki ngritur, kur themi zërin një që ki ngritur, pastaj e mbëlson zërin për sëri. Edhe na i thumë për... Fëmija ka sedër më shumë se ti dhe se mua. E ka sedër më të madhe, ndaj do kujdes të madhe. Ndaj thonë edhe mosha adoleshente, se është sedra shumë e madhe. Pra ndaj do kujdesim, do që të dyja. E kupton, edhe ngritel e zërit, po dhe e mbëlsirën, pasaj e ti thuash jemi këtu të dy, jemi shok. Do më thuash do gjë. Qfar të rëndon? Qfar do? Si e do? Brënda mundësive të tua. Mos e lësho dorën ti që ajtë të hypin bi kokë, ty e të të kërkojnë më shumë, se sa e meriton mosha e ti. Fëmija duhet jetë si vajza dhe djali duhet a ke shok. Që të dish, që bëhet rreth tia. Ose rreth saj. Katër lulle. Hajde Alex. Vazhdo Alex. Jam dakord. Jap jetën, jam gati. Kush të ketë nevojë, një vesh ke jap, sa të ke mundësi. Se nga ana monetare nuk kam, por nga shëndeti im një vesh ke e jap që i kam 2. Hajde, like dashuri, like. Hajde zëmrat e mia, bëni pyetje. Natasha është vetja, u thot, u flas me sinqeritetin tim. Po, duhet ju bëjmë blogë që una, nuk ka kështu, as me duhet të respektoni rëpt. Shkoni bëni ku do një tjetër, buenaj. Po jo të gjithu Alex na duan, ti e di tani këtë. Ne vetëm ajo na ha xhelozia dhe like e mgelur. Po s'ka më tashë për Zotën, se shumë njerëz për shembull thojnë edhe te xhelozia, po ç'lidhje ka për shembull një person nga 1000 veta. Është energjia murti, është energjia negative që kanë të brendshme. Është energjia ajo. Ne e dim tani djallin, Zoti lart themi neve. Ore, Zoti ne kemi këtu brenda në gjoks. Edhe këta kanë djallin në gjoks. Njerëzit e liq kanë djallin në gjoks, nuk do vjen nga lart, nuk na vjen nga lart. E kemi vet brenda ne. Zotin e madh. Atë gjën më të shtrënjtë e kemi brenda vetes tonë, kurse ata kanë djallin. Nuk është se ka këmbë Zoti apo ka këmbë djalli.
janë brënda tek energjit pozitive dhe negative. Reflekton vetë njeriu. Ti kalon në rrugë, pengohesh pse se të shikon një djallë. Të kalon një energji e keqe që u pengove në rrugë, në asfalt. Është kjo. Kjo nuk zhduket, tër jetën kjo do bëhet. Shqipëria, edhe ne shqiptarët, hypim në maj dhe do veni me njerë në tokë. E ka dhënë këto, me 500 vite më përpara. Nuk zhduket djalli nga jeta jonë. Pse nuk i kanë mësuf që ti ke përjetue kohën e ndërë? Po. Atëherë nuk shatë kush? Dëgjo. Ishte frika, po nuk jetohet me friko, Alex. Nuk është jetë ajo. Se janë dakord. Ajo nuk je jetë, ajo që e ndrydhur, që një jetë e ndrydhur. Më mirë mos të jetoje se sa të jetoje në atë sistem. E vërteta është kjo. Unë e kam jetuar me fëmijët, mësuese në Moshtërë këtë, dhe i mirja me të mirë që ti kisha për veten time. Në të kundërt e haroje dhe atëre, një ta gjë ishte si sot me fëmijët. Por unë i mirja dhe i gënjeja me një top që doni futboll, të lozë futboll. Dhe nuk bëja temën që donin, po do bëja atë që donte shumica. Dhe u thoshja po, unë do t'u jap topin të lozë futboll, por unë kur të dal para shkollës, dua autoritetin. Dhe kështu mua vetë fëmijët më krijuan autoritetin në qytetin tim. Edhe ngela vite mbas vite me autoritet në qytetin tim. Dhe sot më duan fëmijët e tyre, niprit e tyre. Dhe më thonë tasha, emri tim nuk është shuajtur në qytetin tim të Sarandës. Tasha njëri, tasha tjetri, vinë më përqafojnë, sikur jam gjyshja e tyre, nëna e tyre. Pse? Se din që këtu brenda unë nuk kam. Dhe po për tita dhe në live, mua nuk më dënon njeri në qytetin tim. Pse? Se më njohin të gjithë. Dhe e din që Natasha ka të drejtë në këtë pikë. Unë urej gënjeshtrën, unë urej kurvat, unë urej tradhëtaret, unë urej ato me dy fytyra që mbajnë dhe burë dhe dashnor. Më mirë të bëjnë ndarjen ose që në fillim të analizojnë mirë, jo të arrinë të shkatrojnë fëmijët. I urej këto, edhe për këto e bëra dhatë para burgimin. More Alex, kjo është jeta, i ka të gjitha, do t'i përballojmë, jemi gjak shqiptari, mbrapa nuk bëjmë, kush bën mbrapa, ha kokën e ti, se ne mbrapa nuk bëjmë. Jetën a i ka dhënë nëna, Natasha, po, besoj që kush bën mbrapa, nuk e ha kokën e ti, kush ecë përpara ka për të hëngrë kokën e vet. Nuk bëjmë mbrapa, thash. Nuk bëjmë. Po më bosi më bëm mbrapa se ham kokën tonë. Kërse me ecë për para të hanë kokat tonë. Na ruan Zotin edhe, Alex, kemi Zotin e se. Mamaja na e dha jetën, Zotin a i merë. është Zoti a i, nuk na i marrin personat neve fizikisht. Jo, është a i lartë. Po dha urdhër a i, na kap plumbi neve, na kap guri, na mbytë deti, na rëzohet tura, e me radhe aksidenti, makinat. Këto janë të gjitha nga Zoti, mos me ndoti se na i bëjnë individ, jo. Është shejtani a i që i vë njerëzit e liqë. Ne do na mbroj Zoti sa të na doj. Prandaj mbrapa s'kamene. Ta marrin vesh. Qake? Kjo është e vërteta e dive. Edhe ti si të vërtetën, kjo është e vërteta. Beson se ekzisto Zoti dhe për ne? Dëgjoj, ja ta them unë. Mirësin tonë neve, të thash, kemi energjin pozitive brënda dhe ajo në mbron. Ajo është Zoti, energjia pozitive. Energjia që kemi këtu brënda. Ekziston. Po, ekziston. Nuk ekzistojnë priftit edhe hoxhallarët. Ekziston energjia jo në brënda, ajo është Zoti. Ajo që na mba neve gjallë. E na ka sjellë në këtë jetë.
Hajde la Kishe mundësi me vu i lish për këto që shajnë në tashë, se a e ke vure TikTok-ën shqiptarë është bo shumë i bezdishëm. Ja, dëgjoj këtu tani. Tek TikTok-u, mos mendo se janë të gjithë ignorant. Jo, por është loj, kjo është një loj, nuk është se jemi vetja këtu. Unë nuk jam kjo Natash, jam në TikTok. Unë po do la jashtë, unë kam autoritetin më të madh se të Edi Ramës, kur dalë në rrugë. Por, këtu është një loj, dhe unë jam pensioniste, dhe jam mësuar tërë jetën time në punë të punoj që të marrë rogë, qa the mu tani? Do t'i marrë këtu 2 euro unë, më duke si kur jam në punë. Dhe, tani që bëju, më shaj, se këshu është loja këtu. Qa të them unë, je mirë, se kush je ti? Të njohën ati ku jeton. Mua më njën ku më jeton, nuk më intereson ma të më një Tirana. Mua më një Saranda, ty të një Lezhë, Tirana ku je. Më kupton? Kjo është Kuksi. Që kam patur dhe shumë shok të mira dhe me mbjemër Meti nga Kuksi. Meta, me mbjemër Meta. Mos përmend mbjemër në live. Kolegër. Më kupton Alex? Ne këtu nuk kemi vetja, ne këtu e kemi loj. Si mund të lozim futbol, 2 skuadra. Kjo është, pra daj nuk më na prish punë neve se që a thonë njerëzit na shajnë, bobot që është ajo grua, apo bobot që është ajo djalë. Se kush jemi ne? Bot që na njohen rjetë jonë. Edhe në stadium shajnë arbitrin. Edhe në stadium shajnë arbitrin e shkretë të gjithë, se shloj. Edhe në parlament ti e ke parë se që bëjnë. Mi që sa ka nekë dhe pandalonat në parlament, ti ke parë. Kurv njerit e kurvar tjetrit. Me ndoti tani. Kurse ne bëjmë që fiton, ne imitojmë, ne bëjmë teatr këtu, imitojmë ata. Ne imitime bëjmë këtu. Si që bëjmë të Portokallia, ne jemi në TikTok, i bëjmë TikTok. Me ka një onë, ke shumë drejtë. Kjo është. Kur do vish në Shqipëri? Për zotën ka 15 janari se du me festu vitin e rik në javështë. Mirë zëmraj me shumë, i të kalosh sa më bukur. O ta është Kalosh sa më bukur. e Armando. Gjithashtu. Kalenderit. Respekt.